Nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin tonë të Night në Star Plus. Është ky emisioni i fundit që përmbyll jo vetëm sezonin, por edhe një cikël maraton emisionesh kushtuar zgjedhjeve të 25 qershorit. Padyshim që gjatë kësaj periudhe ne kemi qenë të hapur për të dhënë fushatën, për të dhënë informacionet më të fundit në lidhje me rezultatet zgjedhore të 25 qershorit, që kanë përcaktuar konfigurimin e ri të Parlamentit shqiptar. Sonte do të bëjmë një analizë kryesisht të rezultatit zgjedhjeve, por edhe të fushatës që u përmbyll. Pikërisht nderojnë me pjesëmarrjen e tyre një panel të ftuarish, gazetar dhe pedagog. Do të filloja me zotin Dashamir Dini. Zoti Dini, mbrëma dhe mirë se erdhët në Tonight. Me kolegun tim, pedagogun Ndriçim Qiroka, zoti Qiroka, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Tonight. Me kolegen time, të cilën kemi pasur një punë relativisht intensive, sidomos në ditën e zgjedhjeve, Anila Dushi. Anila, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë emision, dhe Adi Hotin, gazetar dhe pedagog i gazetarisë. Adi, mirëmbrëma. Duke qenë se në këto minuta kemi pasur pikërisht nga njëra anë festimin e Partisë Socialiste dhe nga ana tjetër fjalimin e zotit Basha, liderin e Partisë Demokratike, pra që një lloj mënyre të ka shënuar, mund ta quajmë humbsen më të madh të këtyre zgjedhjeve. Anila, duke qenë se ke përgatitur edhe lajmin e fundit, çfarë mund të na thuash me pak fjalë për këto dy, për manifestimin e fitores të Partisë Socialiste, por edhe për deklaratën për shtyp të zotit Basha? Manifestimi i fitores të Partisë Socialiste që zhvilluan në sheshin Skënderbej në Tiranë ishte plotësisht i ditshëm dhe personalisht them se kam dëgjuar fjalën më të mirë që kam dëgjuar për Ramës gjatë këtyre 4 viteve. Për mua ka qenë fjalimi më i mirë i majtur. Përveç falënderimeve të gjithë atyre që kanë votuar, i ka qëndruar asaj vijes që ka përmendur gjatë gjithë fushatës, që fitoi flamuri i kuqezimi i flamurit të partive, e fitoi Shqipëria që duam, një Shqipëria që kemi. Ka theksuar një mesazh për opozitën dyngjyshe, e ka cilësuar tash, duke pas parasysh për dëm LSI-n, që pavarësisht se unë do drejtoj vetëm, pra Partia Socialiste do drejtoj vetëm e vetme, do t'i shtoj dorën e bashkëpunimit për të mirën e vendit. Ka përshëndetur dhe falendëruar veçanërisht zotin Basha për marrëveshjen e 18 majit, duke theksuar se e falenderoj Bashën pikërisht për faktin se vendosi Shqipërinë mbi partinë. Dhe kjo marrëveshje bëri hapi rrugë këtyre zgjedhjeve që janë më të mira se herët e tjera. Domethënë theksoj këtë që janë më të mira se herët e tjera. Ka folur pastaj mbi gjitha pikat e programit të papashëm që ka shpalosur gjatë fushatës elektorale, duke garantuar përgjegjësinë për zbatimin e këtyre reformave dhe premtimeve që ka marrë, duke theksuar që kjo besim që mulla është barë përgjegjësijet, sidomos tashmë që do të jemi Partia Socialiste do jetë e vetme, dhe duke theksuar të saj devizës që të bëjmë shtetin, pra të bëjmë shtetin Shqipërinë që duam. Pas kësaj është përpara se Basha që ishte paralajmëruar faktikisht do dilte në një deklaratë për shtyp, në një komunikim me mediat, i parapreu një publikimi, një letër që 19 drejtues, antarët të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, drejtues departamentesh dhe antarët kryesisë Partisë Demokratike kishin dërguar Bashës, ku theksonin se ai bëri një fushat për listën Basha, duke mos reflektuar asnjë nga shqetësimet dhe kauzat kryesore të opozitës, si kriminalizimi i parlamentit dhe administratës, droga, koncesionet e tjera, dhe në përputhje plot me fushatën e PS-s. Në këtë letër, pa kjo ishte citim nga letra faktikisht që kanë dërguar, në këtë letër kërkohet Bashës marrja përgjegjësisë dhe largimi i tij, dorëheqja. I kërkohet rinovimi i PD-s dhe bashkimi pa Bashën. Theksohet se ishte lista Basha, domethënë theksohet se ai ka shkel statutin dhe ishte lista Basha ajo që solli humbjen e Partisë Demokratike. Menjëherë pas kësaj letre është publikuar një letër tjetër, një grupi më të madh figurash të Partisë Demokratike, të cilët përsëri kërkojnë Bashës të largohet nga posti kryetarit të Partisë Demokratike, duke quajtur shkaktarin kryesor të humbjes, duke e quajtur përçarës të Partisë Demokratike, që i bëri listat vetëm pa pyetur strukturën, kundërshtim edhe këto domethënë ai pothuajse letra është e njëjtë me atë të mëparshme, ka disa ndryshime, po gjithsesi ideja është kjo që të largohet Basha. Dhe menjëherë pas kësaj
ka dalë bashkë një komunikim për shtyp, theksoj që marrë përgjegjësi për humjen, por nuk të hiqem nga ajo që kam theksuar Republika e, nevoja për të bërë ndryshimin e madh, siç e ka quajtur ai, ka deklaruar që zgjedhjet megjithëse u përfshin ministra teknike, u bën përpjekje që të ishin sa më nuk i shpëtuan shitblerjes votës, të krimit, korrupsionit, me paret e korrupsionit, me paret e drogës, fitoi domethënë e pa ndërgjegjshmja. Kam taku, ka theksuar mjaft gjatë fushatës, domethënë mjaft demokratë qytetarë, të cilët kanë parë me shpresë dhe me besim tek programi im, dhe këto me motivojnë që të vazhdoj luftën. Pra një lloj mënyre nuk kemi një ndërheqje të bashkës, por ka theksuar pastaj do të ngëj të gjitha funksionet e mia si kryetare e Partisë Demokratike dhe në korrik që sipas statutit i takon mua për të mandatit i si kryetare. Funksionet e mia do t'ja delegoj thë dynën kryetarëve dhe sekretarit përgjithshëm, në kohë që unë do të rifutem garë për kryeun e Partisë Demokratike. Dhe le të jenë thë demokratët përmes një antar një vot, të vendosin nëse jam unë fajtori apo janë fajtorë ata që më kërkojnë ndërheqjen, por që nuk kanë punuar për Partinë Demokratike asnjë ditë. Edhe pse kanë pas kontribute më përpara, nuk kanë punuar për Partinë Demokratike, a janë ata fajtorët apo jam unë të vendosin demokrat. Kjo ka qenë domethënë deklarata e Bashës. Të nderuar shikues, e shoh që padyshim kemi mjaft interes për zgjedhjet dhe shihet që në mesazhet e para, por do doja që mesazhet tuaja të ishin të fokusuara përgjithsisht në 3 pika, pra në ku e shikoni efektin më të madh të rezultatit të zgjedhjeve, pikërisht nga roli i leadershipit, nga programi apo nga listat. Kë shikoni se ka ndikuar më shumë, cili prej këtyre 3 faktorëve ka ndikuar më shumë në rezultatin e zgjedhjeve. Do i dini si do t'i komentoni rezultatin e zgjedhjeve të 25 qershorit. Faktikisht nga eksipollet një rezultat i paralajmëruar një farë mënyrë. E kam fjalën për eksipollet serioze, megjithatë nuk. Fakt, ndërherët e para që sondazhet edhe exit pollet pothuajse përkojnë në mënyrë të saktë. Faktikisht unë personalisht nuk kam qenë i bindur se mund të arrihet ky lloj rezultati, pas parasysh se edhe formula nuk favorizon shumë të tilla, domethënë të tillë kapjen e tillë numrave. Domethënë kam menduar se do të jetë diku më poshtë se 70 dhe nevoja të bërit politik, domethënë e aleancave e koalicione, do të jetë pikë rëndë ditës pas zgjedhjeve. Gjithsesi, populli votoi ai si vehet re dhe që është e çuditshme dhe interesante, është se PS riqëndron pozitat e 2013, pavarësisht nga llafet thojnë korrupsionin një po zë ka pothuaj 800.000 vota dhe vjen me rritje bile me 1.3%, në një kohë që LSI për një forcë majt e 1 milion shumë plagëve 2013 vjen me 3.7%, gati 230.000 vota, me një rritje për 30.000 votash. Ndërkohë që PD bie. Faktikisht themi zgjedhjet u konfirmuan, ne kemi nevojë për një qeveri, urojmë që kjo qeveri me atë, domethënë kjo parti që ka fituar zgjedhjet me qeverisjen e saj, cilin do të ketë, domethënë kryetarin aktual saj Edi Rama, që është dhe kryeministri në forci, ta shohin seriozisht të bërit e Shqipërisë, mos të jetë thjesht fjalë e fasad demagogji, po të jetë realitet. Kjo është, unë kam përbërsh çdo lloj qeverisje me prit me optimizëm, sepse jam shqiptar, unë votoj pro apo kundra, gjithsesi unë domethënë pranoj gjithë spektrin politik që të jetë pjesë e qeverisjes ose kryeministër, zoti Basha po të ishte, zoti Meta po të ishte, zoti Rama po të ishte, gjithë do t'i respektojë ai, do t'i vlerësoj njësoj. A ishte një prej rezultateve të pritshme? Në fakt, duhet të ndajmë nëse do të diskutojmë për leadershipin e Partisë Demokratike, nëse do të diskutojmë për rezultatin e zgjedhjeve, por unë në plan të parë shoh një fenomen shumë interesant. Zakonisht, pushteti, qeveria, pozita të konsumon. Nuk të rrit avantazhin, nuk të ndihmon për të thelluar avantazhin, sepse është një tort që ta jep pushteti, ta jep pozita, hatërmetjet nga Çokollëdhima ose divorci, më mirë me thënë, nga Çokollëdhima, Ben Blushi, Mimoza Hafizi, Tom Doshi, e tjerë me rrallë. Unë të vetë LSI-a. Unë po flas paktën si subjekt politik. Duhet të kishin
në konceptin e përgjithshëm, në eksperiencat e 27 viteve demokraci në realitetin shqiptar, duhet të kishte ardhur në favor të opozicës, sepse zakonisht kështu ndodh. Ka ndodhur dhe kundërta. Kjo duhet shihet me detaje, analizojmë me detaje, domethënë, analizojmë mes pozicës të opozicës, analizojmë brenda menaxhimit të opozicës, kur e filloi menaxhimin opozita, nga çadra dhe deri në detaje të tjera. Po. Adi, po për ju ishte një rezultat i pritshëm, pra që dilte një forcë e vetme politike që të merrte më shumë se 71 mandate? Personalisht, unë e pritësha fitoren e Partisë Socialiste, është sitush historike që një parti ta mbajë 8 vite, ndodh shumë rrallë që një parti në Shqipëri ta mbajë vetëm 4 vite, për më tepër duke parë dhe situatën në Partinë Demokratike, unë e prita rezultatet e Partisë Socialiste, nuk e prita këtë rezultat të drejtën, mendoja dirku të 68 mandate, diçka e tillë, por ky ishte një rezultat surprizues dhe për vetë Partinë Socialiste, ishte një fitore historike, kemi rreth dashje përmendi 1% janë që të konvertohet në vota, janë rreth 50.000 vota më tepër krahasuar me 2013 që ka marrë Partia Socialiste, dhe gjithnjë duke pas parasysh dhe përqindjen e ulët të votuesve. Nëse në vitin 2013 kishim një përqindje diku te 52%, sot kemi 42%, pra kemi rreth 10% më pak. Janë rreth 20.000 votues më pak. Nisur nga kjo, them se Partia Socialiste ka pas një rezultat krejt surprizues, të papritur. Rezultati pritshëm për Partinë Socialiste për fitoren e saj, ndoshta siç e theksuan kolegët, jo me këtë numër votash, kam menduar se do të bëj koalicion me dikë tjetër dhe ta rripë me debat qeverisje. Rezultati pritshëm për nga fakti se të pas parasysh që situatën që i parapriu zgjedhjeve, kishte një opozitë e cila vetëm të muj arriti të bënte opozitë tamam dhe të u shifte si një alternativë, sepse deri para të muj, deri para shkurtit nuk ishte opozitë as pak në mënyrën e organizimit ose në mënyrën e të bërit opozitë, çalote shumë, qoftë si lider, qoftë edhe si grup i Partisë Demokratike, ku na kemi parë në parlament që vetëm dy anëtarë të parlamentit, Berisha dhe Zoja Topalli, bashin opozitë në parlament, tjerë me shumti e mashin gojën me ullur, pra ishte një opozitë për 4 vjeçare që nuk e lujti si duhet rolin e saj, si në parlament si ashtë saj, dhe duke nisur nga këto zhvillime, e mendosha që Partia Socialiste do të fitojnë. Por, diçka ashtu si që thanë kolegët, 67-68, që jo në ushtë 75, sa muaj 74, sa nga ma, kjo ishte verdikti njëzë, po unë mendoj se këtu ka ndikuar edhe përqindja e votuesve, sepse votuesit e majtë pra kanë shku dhe kanë votu të gjithë, dhe mendoj se kanë ndiku mos shkuar në votim i pjesët e votuesve të Partisë Demokratike. Ndoshta jo një vot për Ramën, po një vot që absenot nuk shkon fare, se nuk e bin Basha dhe për programi i tij dhe nuk shkon të voton asnjërin. Po tjetër. Domethënë këtë punën e rënies të pjesëmarrjes në votimi në krahasim me rezultatet e partive, nuk besoj se ka influencuar shumë të PS edhe të LSI. Ato kanë marrë atë rezultat që kanë marrë në 2013. Pra influenca e rënies në 200.000 vota në pjesëmarrje më shumë mund të jetë tek PD-ja, Nuk kanë shku me votu. Domethënë unë jam tek logjika që u bën pak më parë. Pra PD-ja ka lënë rrugës, është vetëm një parti që vjen me ramje, që opozita zakonisht s'duhet vi me ramje. Domethënë duhet vit me rritje. Me tamam PS-ja. Mund mos fitojnë, po rritje ka. PS-ja humi për shembull në 2009 ka një gjë karakteristike prej formulës. Faktikisht vota popullore kishte 10.000 më shumë PS-ja se sa PD-ja. Kur vjen puna mandate mori 3 më shumë PD-ja, sepse formula ishte e tillë që e favorizoi. Pa llogarit pretendimet që pat lideri i PS-s për manipulime, për vjedhje votash. Por tale kuale me vota popullore ka ndodhur si fenomeni amerikan. Me fitu 10.000 vota kishte PS-ja, 3 deputet më shumë merte. Do më thanë, se nive edhe të këto PDI-uja që kena 87.000, në fakt kishin 78.000, kena formula bën çudi. Formula bën çudi, është shumë e çuditshme. Unë kujtoj deputeti i 4, domethënë kandidati i 4 në Gjirokastër në 2013 kishte 22.000 vota, i duheshin edhe 3.000 për me fitu, nuk fitoi.
Do më thani, nuk do të me shku 25.000 vota me këtë formulë. Kjo është formulë disi e çuditshme. Përko që me thëmë të kaloj 3%? Nisur nga shifrat, për qenë realist, Partia Demokratike ka asume 2013 ka rritje në këto votime në Shkodër. Prezentimi partisë në Shkodër, Shkodër në fakt si përqindje, sepse si numër vota është prapë. Nisur në shkallë vendi, Partia Demokratike ka bërë një prezentim shumë të mirë, se gjitha strukturat tjera të Partisë Demokratike, qoftë Tiranë, Gjirokastër, poshtë etj. Më radh. Rritë në 1.250 vota. Jashtë një diferencë? 2017. Jo, para në 2000, po të krasojmë me 2013 ka Partia Socialiste ka 37.984 vota. Nërso, dhe më thonë, pësëja ka një rritje votash, nërso Partia Demokratike, gjithmonë si mas, dhe më thonë, si mas këqëzës, në qarësje të pas parasysh edhe nëshimet administrative. Partia Demokratike ka 20.793 vota. 40.762.700, nërso në 2013 ka 25.799, rrëth 5-6.000 vota diferencë. Po socialistët kanë pas rritje, se janë rrëth 1.000 vota diferencë. Llogaritja bëhet në përqindje votuesish. Mos harrojmë se 2013 kishte Okej, atëherë është sistemi, në fakt. Atëherë, nëse në grupimin e djathtë, nëse grupimin e 20.000 arritje. Okej. Nëse në grupimin e djathtë nuk ka divorc, në grupimin e majt kishte divorc sepse të paktën, domethënë është një mandat pa marrë parasysh i përket grupimit majt apo si përket grupimit majt. Unë flas si subjekt politik, pra janë një grup votash që Partia Social-Demokrate i ka marrë në veti. Po, i ka marrë krejt veti. Dhe më thonë, me gjithë këto dorit, mimoza fizit, nëse... Janë një faktor, dhe më thonë, janë një faktor. Dhe pra Partia Socialiste ka një numër në rritje, dhe më thonë. Në këtë kontekst, duhet me bëjmë një analizë nështë pak detajume. Tu mund bëjmë një analizë, sepse pikërisht ato 5.000 votuesit mund tjetë ndarë edhe tek Partia Social-Demokrate, që në fakt vetëm siglën ka pasi e tillë, sepse... Oke, në zotin Doshi që ka marrë nga gjitha, dhe më thënë, ka marrë nga gjitha të parë. Përpara 5 netësh, kur ishte iftuar këtu, thonte që një pjesë e madhe elektoratit tim është i djathtë, pra nuk është se pretendonte që mbështetësit e tij janë vetëm të majt, por edhe libra më tepër në Shkodër ka qenë një lloj lëvizje qytetare se sa një lëvizje mirëfillt, një parti e spektrit majt. Duke gjykuar mbi mbështetësit e saj, përgjithsisht nuk kemi pasur të bëjmë me eksponent që janë shkëputur prej Partisë Socialiste dhe kanë ardhur ashtu siç ka ndodhur për shembull me zotin Blushi dhe zonën Hafizi që kanë qenë vetë deputet Partisë Socialiste. Megjithatë në aspektin programor si programi përcakton pak a shumë edhe orientimin, në aspektin programor Libra është parti e majtë. Dhe në përgjithësi, domethënë sensibiliteti ka pas kjo kategori pavarësisht edhe shtresat kanë qenë shtresat mesme përgjithsisht, domethënë 900 vota ka marrë, 925 vota ka në qak. Domethënë e majta ose më mirë më thënë mentaliteti i njerëzve ka ndryshuar. Në Shkodër. Librën e ka penalizuar sistemi se Libra ka marrë në Shkodër Republike 19.500 vota dhe s'arrin zero si deputet. Ndërsa këtu me 6.000 vota. Po ashtu atëherë janë edhe subjekte. E kupton, ky sistemi janë edhe subjekte tjerë që ndoshta kanë marrë më shumë vota. Sistemi proporcional ka penalizuar shumë. Ata vetëm kanë marrë 20.000 vota. Ato parti për hir të vërtetë ndoshta krahasuar me sisteme tjera që ishin të koalicioneve, ky sistem ishte më garus, më individual dhe më i pastër me lista domethënë. Sepse nuk është marrë përfaqësues. Se nuk është përfaqësues. Nuk ka përfaqësues sepse ai merr 20.000 vota dhe s'ka si deputet. E tjetër merr 3.000 vota në Republikën. Ti do përfaqësues qarkun, ti do fol për qarkun, ti do fol për Republikën. Unë po them si përfaqësim në sistemin demokratik, si vlerë demokratike. Piramidat e deputetëve të vinë prej Tiranës, vinë lista 3-4 parti që bllokuar prej Tiranës. Domethënë thuhet deputeti i Shkodrës në fakt vjen me listë prej Tiranës. Si vlerë demokracie, për subjektet politike. Si vlerë demokracie kjo është nonsens.
të kesh në Shqipëri 20.000 votues, mos kesh një deputet, ndërsa një tjetër të ketë 3.000 votues, dalin deputet, e kupton kjo s'ka sens. Pra është sistemi i tillë. Kështu e kemi ne. Duhet ta pranojmë. Është sistemi. Zoti Dini, është një prej mesazheve që na ka ardhur, do të doja që ta shtronim si pyetje. Një prej shikuesve tonë thotë nuk ka fituar zoti Rama, po ka humbur zoti Basha. Nuk është ashtu. Në shifra nuk është humbje e zotit Basha, është humbje e zotit Basha edhe fitore e zotit Rama. Për hir të vërtetës, janë 800.000 vota. Nuk ka lviz nga 2013, për ku nga ka ngritje. Domethënë ne po bëjmë hesab se po bëjmë të fillzeke. Votat nuk flasin për humbje të zotit Basha, fitore të zotit Rama. Po për humbje të zotit Basha, fitore, domethënë, më fal, nuk është çështja se nuk fitoi Rama, po humbi Basha. Është çështja se Basha ka humb e ka fitu Rama. Se s'ka marrë votat, domethënë, nuk besoj se gjithë ky elektorat që ka votu për Partinë Socialiste të jetë i djathtë. Mund të ketë edhe pjesë të djathtë, por nuk zajnë në i peshë specifike të majtë. Pra, PS është aty ku ka qenë në 2013. Ka shumë shtratin e vetë. Edhe LSI është ku ka qenë. Dhe din me rritje, njëne 1.3, tjetër 3.7. Nuk ka humbë Basha, Basha ka humbë sigurisht, po PS ka fitu. PS ka rritje me rreth 10%. Ka rritje shumë madhe. Mund të ketë thithë dhe elektorat gëj. Elektorat i gëj është që bën diferencë. Do të thënë, shifrat nuk lajnë me kuptu se ka ndodhur ky fenomen. Elektorati i gëj është Po që ka kërë në një votë, ka humbë Basha s'ka fitu, thuhet kur ky, do më thënë kur Basha bjen në vlera, bjen fjala vjen me 200.000 vota, dhe ky është me 100.000 votat e diferencës, që ka ra Basha ka fitu për zhenë. Ky është shumë fish. Elektorati i gëj është partia më e madhe. Në këto tre faktorë që kanë ndikuar më shumë në rezultatin e zgjedhjeve. Liderin, programin apo listat? Unë nuk mendoj se programet në mas nikojnë. Votuesi jonë nuk është se, po të shohim analizat, po të shohim studimet, votuesi jonë nuk është se merret shumë me programet dhe orientohet mbas programeve, sepse ajo është shumë i qartë që programet janë një formalitet. Në vërtetë është leadershipi, janë skuadrat dhe janë energjia pozitive që përçon apo transmeton njëna skuadër nga skuadra tjetër. Tu bëhet fjalë për skuadra. Për skuadra të ndryshme. Dhe për hir të vërtetës, u tha me çadre, nuk ishte çadra, nuk futem në zgjedhje me këtë kryeministër, me këtë qeveri. U mbyll çadrat çuditmos. Dolen listat e deputetëve dolen thuajse me shumë reakcion dhe me shumë pak nësi në qarqe. Po ishin vetëm lista Basha, i deklaroi vete, lista jeme, partia jeme, ishin lista individuale. Domethënë një farë mënyre. Edhe listat janë produkt i liderit. Edhe listat ishin nga aja deri te zhëja ishin produkt i liderit. Vonesat në përqarqe, mobilizimi i vonum në fushata, pak nësit e listave. Të gjithë këta faktor që në fakt pritishin ndoshta një dinamik tjetër, një akumulim, një energji tjetër, sepse, si që thash edhe në fillim, zakonisht pushteti në arenë globale, pushteti konsumon. Pushteti të dopson në pozita. Edhe të rritë. Urdhër? Edhe të rritë. Po zakonisht me studimin e statistika, në Shqipëri Edi Rama në rriti. Vetëm është rasti i parë besoj, Po të shohim. Rasti i parë. Rasti i parë. Në Angli ka majt Thatcher, e ka majt Menger, e ka majt nga 12 vjetë, nga 16 vjetë o burës. Jo, po, prej mandat zoti Dini, se thanë, nuk mandatin e parë kanë pas përqindjen më të lartë. Kam pa pikrisht kanë ardhë duke forcu koalicionit me, pra, duke... Pavarësisht... Po mandati i parë dhe mandatin e dytë, mandati i parë dhe mandatin e dytë kanë diferenca. Shiko, nuk ka... Do të analizojmë, do të shohim edhe me ne, që të lutem. Nëse bëjmë një analizë, mandati i parë i qeverisë socialiste nuk është se kishte investime dhe vepra të mëdha siç ishte rruga Kombit, tuneli Elbasanit, i përfundum apo i pa përfundum, është një pjesë tjetër, që ndoshta një farë mënyre ishin investime që ky nuk ishte në faktën prekshme. Faktën veri të Shqipërisë, këto nuk u hasen gjatë 4 vjeçare. Shmangur pothuajse gjithë fushatën ka qenë bilanci investimeve, bilanci i punës dhe investimeve. Dhe gjithsesi pat një rritje. A do bëhet analizë e liderit artistik, siç është lideri Rama, piktor me uniform, nuk njeh protokoll,
Dhe më thonë, kjo është një atrakcion i rinis, ndoshta i trendit viteve 2017 e tjera tjera. A ishin politikat mediatike, urdhnimi mediatik, a ishte fushata pa flamuj, pa mitingje, pa banderole, pa postera, e tjera tjera. Sepse janë një mori elementa që duhen analizu që ishte ndryshe prej fushatave tjera. Adi, në 3 modelet që kemi pasur, sepse kemi pasur 3 modelet ndryshme liderës që udhëhoqen në fushatën. Ramen, Bashën, Metën që fillimisht tha do të bëj një tur falenderimi, por në pas duke parë situatën i qëndroi se thanë në krye të LSI-s, pavarësisht se jo de jure kryetari i saj. Më i suksesshmi doli Rama. Në fakt, përse përket metoda dhe strategjisë të komunikimit, Rama ishte tepër i suksesshëm. Dhe veproi jashtëzakonisht mirë, duke kapur disa element përtej politikës, duke futur edhe element nacionalist. Për shembull, kemi një ndryshim të logus me flamur për Shqipëri, thirrje Shqipëria. Mos harrojmë, Rama është prezantuar në fushat vazhdimisht në 2 gishta me simbolin e Partisë Demokratike. Duke i radhit. Njëra ana nacionalitetit, nga ana tjetër ishin disa simbole që disa, si thush, Partia Demokratike u ndihet e mirë kur e shifte, pavarësisht se kishte anën tjetër të medaljes, dhe ato takimet e Ramës, si thush, shumë personale, shumë rreth me popullin, takime të ngushta, takimet që fillon të emitohen qoftë nga Meta, qoftë nga Basha. Në disa zona shkojnë zyrat elektorale të Partisë Demokratike. Janë disa ato takimet, jo me peshkatarët, jo me grupet e interesit, me dreka, me darka, duke taku, duke fol me ta, etj. Faktikisht nuk është se e shpikur Rama, e kupton, po të shohim liderët perëndimor në mënyrat në teoritë e marrëdhënieve me publikun, ne do të shohim se këto kanë ekzistuar prej 20-30 vitesh, por thjesht është një imitim jashtëzakonisht i mirë dhe i suksesshëm. Kështu, për sa i përket strategjisë të komunikimit, Rama është një rast për të pasur zili, është një rast për të imituar. Për sa i përket pyetjes që shtyt ju për secili që roli përcaktues, për programet nuk është se elektorati shqiptar është në një nivel të tillë të perceptimit të programeve hollësisht për me pas se cili është programi më i mirë. Pastaj edhe prezantimi i programeve ka qenë i përcip nga të gjitha palët, janë theksuar më shumë tek hapja vendeve të punës, duke ditë se po punësia është problemi më i madh, por pastaj dihet se kjo ka qenë në parkat e viteve dhe nuk është realizuar. Në këtë rast, them se ka ndikuar shumë fakti që leadershipi në këtë rast Rama ka qenë më i përgatitur. Më i përgatitur për të komunikuar me njerëzit, për të komunikuar, por dhe më i organizuar si forcë politike, plus më i organizuar në struktura që rrjellin për saj. Se sa Partia Demokratike, e cila për hir të vërtetës, unë komplet për fajin e Bashës, hyj edhe në nxjerrje hyje për qarë, sepse hyj me atë pjesën Basha, kush ishte në çadër, kishte atë prioritetin për të qenë më afër tij. Në kohë që mendimin ndryshe eliminoi fare, listat i personalizoi të gjitha, saqë thotë partia ime, lista ime. Dhe vetë kandidatët e Partisë Demokratike thoshin jemi të listës Basha. Mund ka bërë përshtypje, pasi i kam njekur nga ekrani televizorit në Shkodër, kandidat për deputet Partisë Demokratike, që tashmë edhe do të jenë deputet të Parlamentit shqiptar, që i thoshin, edhe kur publiku i thote je lista Partisë Demokratike, jo jena lista Basha, nuk jena lista Partisë Demokratike. Pra, arriti atë shumë të imponohet me këtë emrin e tij, lista Basha, një kohë që Berisha që ka qenë një lider ma me përkrahje, ma me mbështetje, edhe nuk ka thënë asnjëherë lista Berisha. Mund të kenë thënë mediat, po ai vetë nuk e ka artikulu lista Berisha, ka thënë Partia Demokratike. Ndërsa Basha arriti deri aty sa vendosi veten mi partinë. Pra gjithçka lista Basha. Dhe kjo plus edhe idetë që ndoshta për të treguar që Mirëfilli de facto de jure ai është kryetari i PD-s. Jo, është kryetari, dakor se ne i dimë se në Shqipëri roli i kryetarëve është parësor, por në elektorat edhe sidomos në marrë një elektorat, sepse ti je një parti e madhe, nuk je një parti e re që je të thith sparit, njerëz edhe nuk do një parti e madhe që ke një elektorat të konsoliduar deri diku. Rama pati një përmendimin tim një ndërhyrje jashtëzakonisht fortë dhe luajti rrezikshëm, por fitoi sepse u tregu jashtëzakonisht i drejtë për drejt. Po të kapi vetëm një aspekt, se është për të përmend, në mesin e fushatës ai bëri gjitha mediat një kazan.
Dhe t'i thush gjitha mediave në kulmin e fushatës Dhe shkoten e për këta kazane. Dhe po shkoten këto kazanat, po të gjithë këto mediat bënë reklam që zhënar. shkoten e kazane dhije se që është po necë. Kjo mënyrë e komunikimit e ti, ka që drejt për drejt, e kupton ka që balë për balë, ka që e bëri disi jashtëzakonisht të rrezikshme, por kjo rrezikoj të jetë shumë e suksesshme. Megjithatë, po, zoti Dini, tek duke qenë se ju e njihni edhe më mirë Partinë Socialiste, më shumë ka ndikuar drejtimi i Ramës apo vetë Partia Socialiste si një strukturë mund të qymë padyshim më solidja ndër forcat politike? Faktikisht, ai të rishëgon një partit me një organizim mrekullueshëm për hir të vërtetës. Organizimi mirë. Por ditë me administru. Ai solli risi në mentalitetin e partisë, sepse e kthej nga parti monolite të tipit të organizuar me organizata me një formë strikte organizative, e kthej, domethënë, politikën e drejtoj në drejtim të grupeve të interesit, që me politikat i tërheq në vorbullën e votimit, domethënë elektoratit të vet. E dyta, krijoi një tip kryeministri, politikani, që të tjerët edhe e shajshin në Facebook, edhe drejtin gjithë kujtë me thanë qa menon, edhe legen, edhe drogagji, edhe njerë kujtë i është përgjish, jo me arrogancë, por me inteligencë. Pavarësisht të ju thonë të kazana medjeve, asë një medje nuk ka lanë dhe nuk ka anashkalu. Çdo natë e ke pas në një medja, edhe asë njëherë s'ka nëllë që tjetë një loj me radhën tjetër. Ka përnu edhe mu vu para, nga si shnollit me shkollakun e me këta, dhe më thanë që e vu një farë mënyrë para, e përnu edhe pozicion do më thanë mu vu një inferionës, me gjithë se si pëlqen. E treta, qa ka Rama? Rama ka pastru partinë nga të vjetit, por nuk është prishme të vjetit. Ka mbajt e talone, ka mbajt edhe simbole. Gramozrucin ju e patë si e livdoj. E din, Gramozrucin si livdon për sy të Bukuras për kur gja, por në aspektin organizativ, dhe si simbol për një shtesë të caktuar të Partisë Socialiste, Gramozi ka vlera. Dhe në aspektin organizativ, Gramozi është një minor organizator të shkëlqyër të politikës shqiptare, në aspektin organizativ partijak. Pra, a i ka ditë me i nërtur edhe brezat, pa mërë se ka pastru, në kuptim, nësa iku dokle, iku arta data, moshën I vetëmi është Gramozi që ka ngellë. Jo, mërë ke, nuk e ditë ashtë ka një stres. Ke Fatmir Gjafa, nuk është një. Do më thanë, edhe kush është largu në fillim noshta, në 2009, 2013, mund të ketë pas kështu fërkime, po mori në amik doklin. Basha pa dalë nga veza hala dësht me fshi gjysmën e partisë o burë. Po që i dolit e partisë. Ta shti për Josefinin kam debolesun, do më thanë, jo partia vetë. Dhe s'fundit, se këta edhe jarasin këtë, s'fundit, ju në 2013 Josefina Zori Force Park të dënë. Nuk ka arsy. 2013 pati humje spektakulare. Me gjithate, më falë, nuk ka pas humje. Absolutisht forse parë PD-ja në 2013. Fitoj koalicioni, jo PD. 2013. Në raport me koalicioni e gjatë tjetër. Si parti e ka lënë force parë. 2013 pati humje historike. PD-ja. Në burë, ka humë me kryetar bashkiet Lulzim Bashen. Lulzim Basha më së 2 vjetë shka humë dhe titullin kryetar bashkiet. Ashtë humë permanent Lulzim Basha më së 2013 në Shkodër s'ka humë. Pa titullu, forse parë politike PD-ja më burë, si keka. 5 deputet. A biletet të vjetë. Një sekund, sa të përfundojnë të lutem, sa të përfundojnë një zotë i dini. Sa të përfundojnë zotë i dini. Ka marrë më shumë vota në 2017 se 2013 në PD-ja në Shkodër. Në krasim me pësën e kejna fjallë. Nese, deshta me thanë, do më thanë, aspekti tjetër është marrëdhënia që kërën me partisë, do më thanë, mënyra se si e strukturoi partinë, e bani më fleksibël, dhe e treta, në fushat, mënyra se si u paraqit Basha. Basha u paraqit snob në fushat. Me atë natyrën e tij, do më thanë që tërhiste vëmendje, tërhiste edhe pjesën e nis, vishej, dhe në qoftë se keni vëmurë edhe në televizor, që për mua është pak, do më thanë, i çuditshëm në kuptimin e asaj. Po pse për veshën do të gjykosh ti mua i thënë blet një fezjut. Do të thonë drejta private, konceptet e reja si po krijohen, që njerëzve ju pëlqen që me u vesh si u marrmani dhe ju pëlqen këtë diet. Dhe dy gjëra në program e keni gabim, në program e ka punu, po ka punu shumë më. E ka pas dy gjëra të rëndësishme. E ka përmend ekonominë. Ekonominë aty rritjen ekonomike 5% dhe ka qenë më logjik se asnjë tjetër në program. Sepse ka thënë, po su rrit 5%, po s'pat me rritje ekonomike, nuk realizohet asnjë aksesor tjetër. Ai ka përmend 1 miliard lek për rrugët, 230 milion euro
për bujqësinë, ka përmend 40% rritja e rrogës, por 2 kanë kënë kolonat ati, cilat e kanë prek këtë publik shumë. Këtë publik mund të jetë mos jeti vëmendshëm, s'din ç'është TVSH-ja, si intereson TVSH-ja, taksa sheshte, taksa burgësie. Po sistemi i drejtësisë 1 dhe administrata 2 janë kangrena, ne themi korrupsion, administrata, drejtësia. Ata janë korrupsionin. Që ai nuk i ka hek nga goja asnjëherë. Të dyja kanë të rek vëmendjen e popullit. Edhe mu personalisht, edhe ty personalisht, edhe gjithë secilin prej nesh, ka qenë shqetësuar. Administrata jonë s'funksionon në Shqipëri. Gjykata jonë nuk funksionon në Shqipëri. Korrupsioni pikërisht thuhet. Njerëzit janë mërzit, ka ardhur më të huns. Ideja e tij për shembull, një ide, pse mos me bashku thot, luizmin, hipotekën edhe një agjenci tjetër, sa tarakate njerëz. Pra, sensi praktik dhe me qëllu aty ku duhet, e ka të bëri shtet, si quhet nësh. Kjo kanë qenë pikat e forta të ti. Ai ka elaboru pastaj edhe ide të tjera, ka fol edhe për vendet punit, ka bë edhe logjikën që unë jam relativisht e vlerësoj shumë te fakti që 70.000 vendet punit i ka zjarë nga e zeza, i ka konfirmu, po duhet me shku deri në fund. Sepse për me shku në punë, ai thot me ta mend që ka vendet punit sa dushin çdo normali. Por nuk e asnjë drejt, nuk e drejt raportet. Shkon ngruaja jote më punu me çep kpuc. Si quhen, ka fasoneri, drejtë raportet s'ka. Leje zakonshme të paguar nuk ka. Do më thënë, leje linit mund të ketë me lisë, po si ne kush leje linit, dhe si si për punit, nuk ka si me kenë atëherë privati i barabart edhe tërheqës. Ma shumë shkojnë si bëjkërëm, ta nga rrogën edhe kur dush, dhe nuk ka një sistem normimi. Normat unë zi si i dhejnë. Po ta fut 1.000 palë këpus, paga minimale a 230.000 lek, masu ka bofsha me lisë të shtetit, ti zba 1.000 palë këpus, 230.000 lek, është droga 22 për ty. Kur si ban 1.000 palë këpus, kush e ka normu, kush e ka caktu këtë normë? Pra, për të hapë vendet e punët, për të ba ma tërhec, e mos me kenë shteti, po me kenë privati, barabart me shtetin, duhet ketë drejtat barabart edhe privati si shteti. Atëherë, shpërdzajti. Atëherë. Dhe e fundit në qofë se mundem, apo në qofë se i mërzit, vazhdo. Jo. Kena zëma përshpet qofë se i mërzit, që di unë, isha... Edhe e fundit, ka lë shumë ma shumë se askush. A i me ta me tërhoqi bashen, në qadrën e liris, por në fund i dhe qeverin, gjysmën e qeveris, i dhe pikat më të rëndësishme të qeveris, dhe të agjensive, qatë deshtaj. Kujtoj Fatlum Nurin që shkruhet e një mësuar se i tash e mora vesh që agjensia e zhvillimit busor pas ka influenca elektorale. Do më thënë nuk ka lanë gjapa e dhanë. A mundet me folë kush? Ka drejt me thënë kush si korrupsioni, dakor ta blej vota, sa blej vota, policinë e ka pas. Dhe në kryeministrin për këtë punë, task force-in. Janë eksploru, e kanë shkel në vend, dhe në vend janë ekzekutu vendimet e kërkesat e tyre. Pra, që një blof, e cule avun i pozin, e qiti nga opozit, e qiti në pushtet të dënë. Dhe PD e shfrytëzoi, a shfrytëzoi mirë, a shfrytëzoi, po kërkues mund t'i kërkojnë llogari vetvetes. Kjo që është ekspozitjes, na i thojnë projekcion, në fakt, në psikologji, po në 2013 është e vërtet, aja që më duket doshi e mbrojti, Partia Demokratike si numër votash është e parë me 45.700 nërshë. Po prapë në përqindje. Ta maraj, jam të fullun të listajon të shumë. Lash ty me fullun. Ta maraj Ta maraj, mëse në i thashtë. Vazhdo me projekcion. Mërzit e doshim kësë në Vazhdo me projekcion. Unë shmërzit e unë kam shumë të rritë. Për hirët vërtet, dhe më thanë adhin, për hirët vërtet, 2013 me numër votash. Përsa i përket përqindjes, 37% figuron Partia Demokratike në 2013, 37% prapë në 2017 nga raporti i përqindjes. Atë po thëmë po? Që një lloj mënyrë po. I the që s'ka kënë ashtu që të dosh. Jo, dakor, por një lloj mënyrë që nëse që dhe dosh. Megjithatë, ajo është statistikë. Ajo që kam dëshirë, të më thonë të Më falë, para 2013, sa deputet kishte PD-ja? Po, knasit. Para 2013 s'ka pas 7. Dhe ekipi Partisë Demokratike në 2013 humi 2 deputet. Po prapë ka me të forë se parë. Ka humi Lulzim Basha, 2013 ka humi në Tiranë. Ka marrë 17 deputet pasaj. E ka marrë, jo më po i ka shumë mirë ka e su. Isha të vojtë për Shkodrën. Po me ti fituse, me ti forë se parë për dëja. Unë jam të thënë, ekipi Partisë Demokratike në 2013 humi 2 deputet në Shkodrën. Po që do me thënë kjo? Se qarë, e ka marrë me tapi, ti thu i kandidat tapin.
Ka zgarë më zëni, do të humi shpërdite ma shumë, do të humi në dhe ma shumë. Atë pra po themu se ishte humja për 2013 ishte historike ta. Kja është në skuadrë, Sa humi o bua? Sa humja më hum 2 deputet. Po që të me thanë, ka ra, ju ka hum. Mirë, po të vona hum ka ra. Ja, bur. po që të korrekt në sënje, dhe me thanë, duhet me bojnë Jo më pa hinë forca. Unë nuk me një forë në rrët jam me dashin. Nuk me nëj se i morra unë, i morre ti, Jo, i hume. s'ka lidhje, po, Dhe ne ma po flashin flasim se i mori për Po që me thanë presidentin francez si mori 500 dane në parlament mor burë, mori edhe kërë me i parti i vjetë e gjysë për ju. juve. Shimi, tu shduk forca politike. Kështu se do ti SPD-ja këtë rrasë ka hum, Po pse tu, ka marrë deputet të zori janë kushte tjera mor burë. Ja, PD-ja hume i fillë. Ka dalë se ka pas një gja. Po ti pa knaqësi, po ti pa mobilizim. Jo, Koalicioni me Disheza Partisë Demokratike ka fillu në 2013. Ardi, ishte më 8 vjetë qeverisje PD-s. Partia Demokratike Konsumi i natyrshëm, si zbrit ka 2 deputet Partia personate Demokratike dyshë ka vazhdu dishezën dhe po vazhdojnë prapë me Atje tash duhet të vazhdojnë. Atëherë, me shumë shpejtësi që në 2013. Përpara sa të ndërpresim për një hapësirë të shkurtër publicitare, do të anunqoj disa prej mesazheve, ajo çfarë shoh deri më tani, është që pjesa më e madhe e shikuesve ton shkakun për këtë rezultat e vënë tek listat. Kështu që menjëherë pas publicitetit do rikthehemi dhe do të diskutojmë edhe për mesazhet tuaja të nderuar shikues. Nderuar shikues, jemi rikthyer sërish në të najt kushtuar zgjedhjeve të 2017-s. Ashtu siç tham pak më përpara që do të fokusohemi edhe tek mesazhet tuaja, se kë shikoni faktorin që ka ndikuar më shumë në këto zgjedhje. Liderët, programet apo listat, dhe deri tani tham që pikërisht qytetarët kanë vendosur listat si një prej faktorëve, paktën për Shkodrën, sepse shikuesi jon rrok këtë zonë. Është e qartë që listat të cilat u etiketuar nga vetë Basha, lista Basha dhe moj përgjithësitë për këto lista që në fillim, ishin një në ato të goditjet e para që mua elektorati demokrat. Kjo për shkak të sepse nuk u një i përfaqësuar me ato emra që ishin në lista, por edhe nga lënia jashtë një pjesë të cilët ishin me kontributën Partinë Demokratike, në përqarqet në yshme kishin dhënë prova që ishin në gjendje të bërë një organizim mjaft mirë të fushatave elektorale dhe të arrishin rezultate, pavarësisht të rezultata janë rritja në vitet në yshme, por ishin figurat që cilat ishin me gjitha kishin shfaqur mendim ndryshe që nga koha Çadrës, po dhe më për para, mendim ndryshe, jo kundër Bashës, po ndryshe, gjithmonë duke dhënë ato opsionet e tyre në dobi të forcimit të partisë, dhe pikërisht të mendime ndryshe me një tën të lapsit u eliminuan fare nga listat, dhe kjo shkaktoi një farë edhe habi, po edhe zhgënjim tek elektorati i djathtë, ai që është mësuar tradicionalisht të votojë Partinë Demokratike, sepse nuk gjente një arsye motivuese përveç se një hakmarrje ose një evitimi të kundërshtarëve politik me në radhëve të partisë, sepse Partia Demokratike deme në 2013 ishte mësuar me një lider historik, me zotin Berisha, dhe nuk e ka vua si herë në diskutim këtë gjë. Dhe mas 2013, kur në korrekt, domethënë kur banin ato votimet dhe doli Basha kryetar partijet, filluan kishte edhe mendime më shumë ndryshe, kishte grupime, fraksione në kuptimin e fjalës të mendshme, sepse një opozit, ti jesh në opozit, do të nënkupton që të thithësh sa më shumë njerëz. Dhe të gjatë kohës të opozisë, kur ke një program të qartë, e fuqizohesh. Faktikisht realiteti tregoi se kjo opozitë në këta 4 vjet, opozita për Partia Demokratike, e drejtuar nga Basha, jo vetëm që s'u fuqizu, por raposh dhe këtë tregoi, po aty një dhe këtë tregoi edhe rezultati i zgjedhjeve të dielës. Pra, pikërisht listat ishin një nga ato faktorë që ndikuan ndoshta që patin impaktin e parë negativ tek elektorati. Pikërisht unë po shifsha këto emrat e këtyre që kanë firmos këtë letën për dorëheqjen e Bashës, nuk është se janë gjithë emrat e përshtuar. Për zonja të parë dhe zoti Imami nuk janë të përfshirë në këtë listën që ka kërkuar dorëheqjen e Bashës sot, që janë anëtarët kryesisë të Këshillit Kombëtar. Megjithëse ato kanë dalë qysh në fillim dhe kanë kërkuar një gjatë të tillë, por Basha në fjalën e tij latën kuptoi që faji është i këtyre, pra i këtyre që unë i hoqa, i këtyre që nuk punuan, që nuk u afruan,
po diku nuk e përfshin fare një figurë e cila ka qenë për vitet tana, flasë zonjën të Pallën në rasin konkret, nën kujtare fillimisht e pastaj kujtare e parlamentit. Ka qenë e para në listën e Shkodrës gjatë gjithë tyne mandateve, dhe nuk e përfshin fare në listë, nuk e më se nosha Rama Vedin e ka vut 67 milion, por nuk është se nuk e përfshin fare, dhe më thanë ishtë një levizje këtë, vetëm se ajo ka pas mendim kundër, po kështu bërë edhe me Batozin, po kështu edhe me Bregun, po kështu me Imamin, me shumë me Bodin, me shumë të tjerë, ku në nënkuptor se këto njerëz kanë përvojë politike dhe këto ka një grupim njerëz që grupim votuesish që u besojnë e që i kanë votu gjithmonë. Dhe impakti do t'ishte. Po pikërisht do të bëja edhe një pyetje që do t'ja huazoja një prej shikuesve që thotë nuk mund bëhet fushat apo politikan. Në fakt, po, këto kishin edhe përvojë politike, kjo është e vërtetë dhe lista kishte të përfshirë individ me shumë vlera, por që nuk kanë përvojë, flas për listën e Shkodrës, individ me mjaft vlera, por që nuk kanë përvojë politike, përvojë organizimit. U fut për shembull i pesti i zotit Ndoka. Ne e kemi pasur të katërtin herën tjetër, dhe është absurde që ai ka shumë pak vota, ka marrë në 2013, se tash nuk e si parti demokraciane, se tash s'ka hi si parti, ka hi me vend sigurt vetëm për veti. Demokraciane ka marrë 1700 vota. Me 1700 vota futesh deputet parlament, nuk një zani 4 vjetë, nuk vjen i herë në Shkodër, dhe pësëri futesh listën Shkodër i pesti. Fatmirë me duhet deklarojnë në aleatet janë marrë vetëm 15.000 vota nga 100 që është pritë për me marrë PD-ja. Elektorati Shkodranci në mas e i lëkunëri. Zona e Pukës a Fusharës që ka qenë zona që është dashur të mbuloj. Po jo, e ka më... Kanë qenë zonat më dopta për Partinë Demokratike. Po, zonën e Pukës, e Fusharës e që e ka mbulu. Unë e kam një fushatën në Pukë dhe në Fusharës atje, me fjalë, janë këthy nga basionet të djata, ato janë këthy në mund të qyjmë me plot gojë basionet majta. Janë me 2.000-3.000 vota si për Partia Socialiste. Pa pas humjen ma të thellë, në Pukë e Fusharës e ka pas. Është në mënyrë të pa diskutueshme që Partia Demokratike në Pukë e Fusharës është inexistente. Nërsa për sa i përket listave... Për ka fut Për sa i përket listës së Partisë Demokratike, për shembull personalisht unë shikoj me rezerva, e para punës një person kur shikon listën, shikon dhe kriteret. Nëse do të shohim se dakord fusin frymën e re, prap në listën e Partisë Demokratike nuk është se kishim një frymë të re. Kishim frymën e re dhe një frymë të vjetër. Kishim disa figura që populli ka votuar të 15 vite, 20 vite. Për shembull Nard Noke, Lorenz Luke, Gjoku Ldede, tjerë me radhë janë figurat të 20 vetë votume që njerëzit i kanë votuar, i kanë sërvotu. Dhe nuk mund të ecim me këtë që po fusin frymën e re. Kush është fryma re? Këto janë fryma re? Bjen, që do të thotë ky kriter bjen. E kupton, kemi si thosh një mashtrim sy me sy. Do të fusin frymën e re. Këto që përmend nuk janë frymë re. Kjo janë edhe shumë e vjetër zbile. E kupton? Atëherë iku kjo pjesë. Ndërsa për sa i përket frymës së re dhe fryma re, mendoj që pavarësisht për shembull profesor Romeo e tjerë me radhë njerëz të përgatitur, duhet të ketë edhe si thosh mirë kishte shkruar ai teleshikuesi mesazhin që duhet të ketë politika. Duhet të ketë njerëz që të kenë një këndvështrim nga politika. Do të kenë njerëz jo thjesht njerëz që ky po më pëlqen dhe po vendosi. Por kështu bëhen listat në Shqipëri, kjo është ndërtimi i listave dhe nisur nga kjo listë që unë e kam parë me shumë pikë pyetje, po me shumë pikë pyetje, unë duk surprizues rezultati i Partisë Demokratike. Kam prit një rezultat shumë më dobët të Partisë Demokratike në këto për Shkodër. Për Shkodrën flasim për Shkodrën, gjithë për Shkodrën. Kam prit një rezultat jashtëzakonisht më dobët. Kam prit paktën, kam thënë inshallah arrin të marrin deri në 30.000 vota Partia Demokratike. Do shtoja diçka të vogël te puna listës së Shkodrës, edhe lënia jashtë pjesës domethënë që gajon për fitore të zonave si Malësia Madhe ose Puka e Fusharësi. Pra janë kandidatet nga këtë zonë, janë 7 dhe 8. Gjë që gjithkush e kishte parasysh se s'kishin shanse për të fituar. Po të lesh domethënë një përfaqësues një komuniteti të caktuar që ka vota. Dhe mos Malësia Madhe herë që ka qenë herë djathtë e majtë edhe ka diferencët i ka pas të vogla dhe ta lësh 7-tin. Problemet janë jo vetëm thjesht në përfaqësim, por edhe në organizimin e vetë strukturën e PD-së. Domethënë të gjitha këto ndikojnë, Pa atërmedje se për shembull ai ka një përfaqësues nga Vadres, Nard Nokën.
Nërsa e gjithë malësia madhe... Nani s'ka bëhë fushat, në vërdejsi ka ma votat vetëm Gjokullidej. Gjokullidej ka luftu fuqishëm vërdejs, Nani nuk ka duk fare. Unë pa thamë si përvajsim. Që të vijem linje. Nërsa malësia madhe s'kishtë. Shofim raginet. A i mërë 2.000 sa votat në vërdejs me tjo. E mire do ishte prapë, dhe më thanë, a do analizojnë humjen e opozicës apo fituarën e opozicës. Nëse nalemi të humja e opozicës, për shamu për shofim sëtë para fushatet, profesor Fuga ishte një në mbështetësat e opozicës. Sot thët, përballim me një opozit hutuar, i cili liston disa shkaqe, disa pak kënaqësi etj. Fatmir Mediu thët, Partia Demokratike, sot, Fatmir Mediu ishte për atyre që jo vetëm kaq, po ndoshta personi më i ngushtë në gjithë udhëtimet në Amerikë dhe lobimet në Amerikë në krah të bashkës. Sot thët, Partia Demokratike harron kaluar nda është si një magazin. Kështu shpreh Fatmir Mediu dokumentin. Atëherë, të gjithë këta shkaqe e mbështetësave më të ngushtë të liderit të opozicës. Dhe këto reagime duhen po cilat janë shkaqet e arsyet. A është diktati i listave? Sot Henry Qili thot, i cili dihet publikisht mbështetësi i liderit të opozicës, pra Edi Rams etj. Dhe i Bashës. Sot u shfaq si mbështetësi i Bashës. Sot tha, Basha duhet të vazhdojnë ëndrrën e tij për një Italinë, ideatoi integrimin evropian. Kështu tha Henry Qili. Atëherë, ishin disa hipoteza që u tha se opozita funksionon me listat të UET-it, të Henry Qilit. Sot Henry Qili dele mbështet Lulzim Bashën, thëtë Lulzim Bashës duhet jap dorëheqjen. Lulzim Basha dolën 8:30, dhe më thanë, kur ne po vinim në studio, tha, unë ngri detyrat e mia funksionale, komandoj, dhe më thanë, nën kryetarin e sekretarin e përgjithshëm, menaxhojnë Partinë Demokratike dhe fushatin për zgjedhje për kryetar të Partisë Demokratike, deri në atë moment, gjithmonë me rregullin një antar një vot. Kjo është një panoramë që na shfaqet ne sot. Në të vërtetë do të kishte moralin që mos të kandidotet paktën për këto 4 vjet, mos të kandidote për kryetar e partijit. Ai duhet të tërhiqej dhe të lete mundësi rrugë të hapur figurave të tjera të kandidonin, paktën për këto 4 vjet. Siç e thot statuti një herë, statuti i Partisë Demokratike, kandidimin në zgjedhjen e kryetarit e herën 4 vjet, Basha tham kështu do të bëte një veprim që në base do ta fuqizonte edhe politikisht atë vetë. Tu, me këtë vendim që ka marrë, lënë shumë pikë hije dyshimi për apa. Ai s'ka dëshirë të japin dorëheqjen. Edhe nuk jam dakord si për pjesëmarrësit ose mbështetësat e çadrës u përfshin në lista. Paktën eksperjenca në Shkodër tregojnë që jo mbështetës ato, domethënë persona që në çadër qëndruan në mënyrë vazhdueshme, në mënyrë permanente u përfshin në lista dhe për këtë nuk jam dakord në Partinë Demokratike. Domethënë, kështu që në këtë kontekst Zoti Dini, a mendoni që me të vërtetë ish deputet veç Shkodër se kështu më rrallë. Ke parë pikërisht mesazhet që na kanë ardhur prej shikuesve tanë. Pra, normalisht nuk mund të japim një bindje të përgjithshme, por një lloj perceptimi të japin që shikojnë listat si një prej elementeve kryesore që mund të kenë ndikuar në rezultat. Mendoni që kanë kaq shpesh në këtë lloj sistemit, sepse është tjetër të ishte majoritar, po në këtë lloj sistemi kanë shpesh listat. Faktikisht patjetër që kanë, sepse listat ballafaqohen, domethënë njerëzit atyre listat ballafaqohen do të kërkojnë votën, do të binin, do të entuziazmojnë militantët, do të shtrihen në elektorat, do të shkunin në elektoratin, do të tërheqin, do të sugjestionojnë me qoftë edhe me kontaktet e tyre, se s'po them me premtimit, po edhe në mënyrën se si do të flasin dhe do të komunikojnë. Ka njerëz që te PD-ja mungonte për mua mungon të qenit lider i Lulzim Bashës, formimi i tij si lider. Zdyti mungon fryma e ekipit. Gjanë që përse ekipit i ka dhënë shumë rëndësi edhe kudo ka pas kompaktësi dhe bashkëveprim. E treta, në vend që atë mungesën e glorifikimit si merr lideri ta kompensonte me krahët, tipin e Josefina Topallit, po dhe Sali Berishën ta përdorte në një momente me radhë, ai këto i spostoi i hodhi nga listat fare. Pikërisht me frikën si zhduket, me frikën se në një farë mënyrë këto do ta eklipsonin, i pas parasysh që të bëheshin edhe zgjedhjet.
binje që nuk fiton PD-ja, për mu nuk miqet, do më thënë nuk më nërshën kushmenin, që e PD Basha e ka ditë që humë. Por që është e ka marrë, ka synu me marrë një rezultat premtues. Që deltës paku një 50 deputet, aty ku e dorëzoi zoti Berisha në 2013 dhe dhe dorëheqen. Në cejtë notë, sot për sot Basha është se ka shku në 24, ka shku ma poshtë se zoti Berisha. Ma poshtë 2018. 14 deputet me pak. Janë, pra më pak se më pak, mas 8 vjeç konsumi natyrshëm pushtet. Do të thonë PD humi u konsumu natyrshëm ka që shkon qeverisja jonë. 2 vjet të para, mos ndaj nisë lodhet i tij, fillon 4 vjeçari i dytë, nëna ik për dush, do të thonë ka që reziston qeverisja. Pra, mas një konsumi, po llogarisht meta një, mas një konsumi natyrshëm të PD-s për 8 vjet, ranë 50 deputet. Aty u tha edhe që humi Berisha nuk fitoj keqa ma vogël, nuk fitoj kjo ajo. Ta është që është jashtë, kur vjen puna, ka s'postu figura. Shiko, e keqa në Shqipni nga fakti që ne kemi qenë shumë afer periudhës komuniste dhe qatë dolen nga politika ishin të implikuar me komunizmin, ne jemi përpjek, gjithmonë kemi dash me fut brezin e ri si me e largu sa ma shumë veten nga ajo periudhë. Pra një riciklim elitash. Po, një rifreskim elitash. Po gjithmonë ka qenë pak formale. Kush dënë me qenë, e mu ba, Ilir Meta ka kënë 20 vjeçve të pëse, o ba kryetar partijet. Pandeli Majko, që i formum, eci partijet. Edhe Lulzim Bashën, pa marë si qemu, me gjithë se Lulzimi ka një problem që vjen nga zyre në zyre. Dhe kjo nuk i lef shumë gjokë se shumë frymare lidhet. Do më thanë, ty fut gjithmonë frym të re, u përpoq me riciklu pikrisht në këtë mënyrë edhe zoti Lulzim Basha. Por ty largu. Por në fakt, politika është profesion në botë. Si çdo profesion tjetër. Dhe politika është edhe art në botë. Këto element i munin, sepse pikrisht artistat, do të thosha unë, këto lider, se tipi Jozefinës është lloji i liderit. Mund të ndrosh Dashamirin që është deputet, Ardin, e me radhë, deputet e zakonshëm, po lideri nuk ndrohet shumë kollaj. Se janë këtu në simbole, suggestionën, njëkohësisht edhe ka zënë vend në memorien e njerëzve, në respektin, në konsideratën e tyre. Tash a ka lider që mund të livdoj tanë vendin. Amerikanët kanë presidenta që kanë bë Amerikën kështu siç është, e gjysma i shajnë, gjysma i livdojnë. 58%. Reagan ja livdu 72%, domethënë kur ai ka bërë sondazhi, po 28% e kanë shah. Domethënë këtu që ka lider dash, po kur humbin shkojnë në shtëpi. Kur e merë për sipër, desha me thanë këtë. Edhe Berisha i pashgullshëm që s'ka burë që e zënë nga kalje një e tjetër, në fund, po që dorësi. Këto lidera që përmendim një, këto gjithë kanë shiu humbje spektakolare. Pa tjetër. Edhe këto gjithë duhet t'ikin shpi. Këtë desha. Edhe Lul Basha duhet t'ikin shpi. Lul Basha, pa të fatkesin që e personalizoj ma shumë se zhurë. Unë i kam një këtë djemë vajzat e PD-s, Lisa Basha. Doshin me ikë... Fakt edhe nuk është thjesht një dëshmirësi apo thonjza një lloj servilizmit ndaj kryetarit partisë, ai vetë kudo e ka programuar lista ime, ka marrë përgjegjësi. Lista ime, partia ime. Sa di Berisha me çka kujtoj unë, i ka kaluar në kryesi e në asamble. A ka influencu mos ana i me dal lista si dënë ai. Sepse ka pasur thel, ai formalisht i ka kryer tanagin. Ky ka spostu partinë dhe ai është tamam lista Basha. Prandaj e duhet fluturojnë bashkë me, më falni, se unë nuk flas për një parti në kuptimin e asaj që unë kam kënë antare dhe nështë se kam drejtën e folë. Po, si mas me e ka konsumu veten, dhe më thanë, e respektoj si vlerë, e respektoj shumë marveshin dhe dëshoj si të vazhdojnë kjo që e frimarje që i futi Basha, marveshin kompromisin, që të zgjedhjet vinë kaq pasisht, dhe nuk ne jemi në rahat populizmi iku, dhe që nuk i, edhe pas shpalljes zgjedhjeve nuk kemi pa të bërtit e të qitë pushke të shekzare. Sot ma djela, sot ishte një festë moderuar. Festë moderuar. Edhe normalitetin. E zotit Rama. Edhe Rama nuk pat urra e burra, dhe më thanë, nuk pat, dhe më thanë kështu. Një triumf. Vetëm Berisha dha dorëheqjen nga ato liderit. Vetëm Berisha dha dorëheqjen. Tha, e marr përgjegjësinë e humbjes. Ne që ka bërë, edhe nanoja ka bërë, dhe më thanë kena raste. Nana bëri, po e bëri me pak me ditorin. Nismëtarët e dorëheqjes Bashës për sot, me listën me 19 vetë, 10 vetë janë drejtues departamentit, antar kryesisë dhe drejtues departamentit kryesisë Partisë Demokratike. Ai që mund ta qim përthamë drejtues e partisë. Më fal ti bëj një ndërhyrje, i ka zgjedh Basha këtë departamentin, i ka zgjedh vetë, edhe këta janë tanë 3 po thuj. Më fal. Thujse.
Fujse dhe më thonë, jam Arbër Maltezi, Avenir Peka, Edith Hoxhi, e kështu me rrë, Endira Bushati, e kështu me rrë. Leonardolli. Po, Leonardolli, e kështu me rrë. Nëse bëhet fjallë për listën Basha, si një lider, dhe fujse gjithë skuadra është punëra, atër këtu në realisht sot për sot diqa nuk shkën, e para. E dyta, krahas flirtit të 18 majit, nëse mund të qujë kështu, të urdnuma me vullnet apo vullnet nuk e di, epse është një pjesë enigmatike, shofim post zgjedhje, post rezultat, a do vazhdojnë flirti, sepse sot Edi Rama tha që do vazhdojnë bashkëpunimin me Lulzim Bashën, ishte i frutshëm. Do të ketë surprizë, do të ketë bashkëqeverisje prapë. Do ketë bashkëqeverisje. Dhe kjo Nuk e thak shumë. Nuk besoj po gati, po këtë në qula të me kuptohet. Tha që pavarësisht opozicë dëngjyshë, unë jam i shumë të shtëjtur. Për çështje kombëtare ne duhet ta vazhdojmë. Me lejnë. Është një politikë atëherë se ç'a do dalin mas kësaj çështje kombëtare, a do dalin një koalicion PDPS, jo vetëm që do lajnë LSI në opozit, por a do ketë edhe zgjedhje tjera? Në fakt më shkruan që deri në shtator kemi këtë qeveri teknike. Ndërkohë që në tetor kemi mbledhjen e Bashkimit Evropian për të shqyrtuar kandidimin e Shqipërisë. Dhe kështu që është më thoni se vendosësh është nevojë se në detyrë kombëtare që të kemi një bashkëqeveri, një bashkëqeveri. Faktikisht mund bani e përshëndetjes Merkelit. Po, ka përshëndetje. Ishte me një fjalë më shumë se sa termet e zakonshme. Nuk e kujtoj tash fjalën, po edhe njëkohësisht edhe kryeministri i Italisë domethënë kishin futur diçka më shumë, po Merkel çunte, si më thënë, një fitore të dëshruar, të mirëpritur diçka të tillë, domethënë jashtë protokollit zakonshëm formal. Perëndimi ka kohë që jep sinjale që pas zgjedhjeve dhe në tetor, pas zgjedhjeve dhe në varësi se si do të shkojnë zgjedhjet dhe në varësi të vettingut do të ketë zhvillime historike për Shqipërinë. Mendohet 2022 me kanë të ardhmë. Duke marrë shkasa prej mesazheve të shikuesve tanë. Si takon me kanë 5 vjet. Pikërisht do të kthesha tek fjala tek drejtorët e departamenteve. Emrat që përmendet ju janë pikërisht emrat që në fakt i ka promovuar Basha, por janë njerëzit e Berishës, duke filluar me dhëndrin e tij. Jam Arbër Maltezi, duke me Gjergj Lezhin, janë gjithë stafi ngushtë, thot, i Zojit Berisha. Kështu në fakt edhe mediat në momentin që i dolin këto letat, 2 letat që janë dërguar dhe kërkojnë dorëheqjen e Bashës, edhe mediat, nga që isha para kompjuterit dhe po i shifsha, kështu komentojnë njerëzit e Berishës, thonë kërkojnë Bashës dorëheqjen. Kjo ishte edhe i perceptimi i parë. Atëherë merren me silogjizma sepse arri përmendimin që Bashi mund ta shpëtojë vetëm me Edi Ramën. Atëherë e njëjta audiencë thotë ka shumë mundësi ta shpëtojë. E njëjta audiencë në opinionin publik. Në opinionin publik, e njëjta audiencë thotë Bashën e solli Berisha. E njëjta audiencë thotë shkarkimin e Bashës e kërkon Berisha. Dhe më thanë, ta janë që është e që, unë nuk mendoj se përbajnë interes për opinionin publik. Opinionin publik përbën analiza për rezultatin e 2 liderave, e 2 skuadrave dhe që do në shtator. A do kemi një bashkëqeverisje, si do shkojnë marrëdhëniet me presidentin e ri, dhe si do shkojnë procedurat e vetimut. Dhe realisht, dhe më thonë, unë nuk jam aq optimist sa dashin në lidhje nëse ne mas 4 viteve do jemi në BE. Mas 4 viteve? Jo, mas 5 viteve. Mas 5 viteve, ta ka një... Jo, bu, pa 4 vite është lërk. Kjo është qëllimi, mos në ullim afër. Deshta me shtu, vetëm diçka. Unë kam parasysh të emisioni i Ilvatares, ka qenë iftuar Lulzim Basha, që ka një krisje mes Berishës dhe Bashës, pakut, unë kam vurë edhe në deklarimin e Berishës. Po, është lista Basha ajo, lista fituse. Basha ka bërë, sigurisht. A i manë gjithë përgjithësin për këtë punë. Te Ilvatare e pyta, do të japesh dorëheqjen, iku, në një moment caktum, meti, më fali se konsuatat citoj. Dhe tha, unë do iki kur të realizohet këtë programi qeveritar.
Po kur të iki, mos e të kemi realizu këtë, do të alat partinë demokratike, më demokratike se që gjeta. Kjo është me afatëru Beris, dhe më thënë, është një lloj ataku që ka më vetës. Partia Demokratike. Në atje Henry Qili, Henry Qili nërë flamurin sot, dhe jam mërojt e Dulzim Bash. Duhet bëj një analizë që në 2013. Henry Qili është ideatori, nuk e cetoj gjithë që qimon të dy, për Partinë Demokratike. Nuk është Basha, po listat, që në 2013, ku e janë Henry Qili? Vazhdu të shkakun. Mendoj se duhet bëj një analizë e thellë te Partia Demokratike. Jo vetëm Basha. Duhet nis nga Berisha, duhet nis nga gjitha strukturat në përreth e tjerë në radhë, duhet parë që nga 2013 dhe në vazhdim. Mendoj se Partia Demokratike ka një hall shumë të madh brenda, që vetëm ajo e di. Dhe nuk ka vetëm problemet e Basha. Basha është një problem shumë i madh për Partinë Demokratike, por janë të gjitha strukturat e Partisë Demokratike. Janë përçarja brenda strukturave, që ata nuk e thonë, në gjitha rrethet, që ka nisë që me 2013. Që kështu Partia Demokratike nuk është zgjidhja duhet të heqim Bashën, duhet bërë një analizë që në 2013. Dakor, ta heqim Bashën, e heqim. Humbi e heqim, vjen dikush tjetër. Por problemi është që nëse Partia Demokratike do të bëjë një rizim tjetë e gache për cilët për 4 vite, duhet bërë një analizë që në 2013 dhe nuk duhet bërë vetëm një person. Aty ka shumë persona. Si logjika ardi, por çështja është dhe logjika ime është e tillë se të gjitha ato vjetët e Partisë Demokratike janë fajtor për fundosjen e Partisë Demokratike. Është Sali Berisha, është Josefina Topalli, janë të gjithë njerëzit që e kanë fundosur. Po edhe Basha bashkë. Po që pak çastë më parë. Ja, edhe Basha bashkë me ta. Janë bashkëfajtor që Partia Demokratike është një parë. Zonja Topalli nuk është përfshirë te grupi, ka deklaruar që kush? Zonja Topalli nuk është përfshirë. Zonja Topalli dhe zoti Imami nuk janë te grupi që ka çuletë. Unë jam me gjithë demokratët, jam demokratë dhe do mbetem me tillë. Pra nuk ka pranuar të quaj veten pjesë të këtij. Çfarë më fol më burra e hinin në parlament. Ozeli, ka mundësi që mund dalin nesër i listë. Pavarësisht jam dakord se jam dakord me çfarë foli, foli si tim nesh, se ka më të kërkuj me fol ty hinë sallë. Po ç'parti është kjo? Si fleti njeriut që është, do më thanë, për PDI-ste, demokrate, si Josefina sa shkërkush. Dhe ironia ma madhe, ma fantazi, e vetë mja persekutume që s'ka lidhe me komunizm në skur. Aty rrinë, palo komunisti, rrinë shoku Sali Berisha, hala, në Parti Demokratike, Josefina do të gjete me, a bën me rujt për kokoshin e farës, si ka thane të filmi. Me rujt Josefina të pojnë, i figurë. Le në mërë këtë, këtë mërë diçka, e partije djatë, për qaj e djatë. Kur vjen puna me numru, do më thani numrojt. Ashtë kontribuse, ashtë kurajoze, një minutë. Po që në përsekutu me Falë një sekundë. Urdë? Josefina përsekutu? Pa tjetër, pa dyshim. Ta shqim aset me logjikin e cilëzimit shkodranit. Logjikin e Taulant Ballës. Nuk ka shku në shkollë, zanë se absolutisht ta në dhejta ka kenë. Mos t'i hymë të Vajzë më rivushme ka kenë, familje shumë i mirë ka kenë, privum ka kenë. Pyta dash. Ta shku t'i ke edu në Shkodër. Na s'duhet plasim për Shkodran kështu ti. Na pjetërin si esim të kesë. Josefinën të kese, Shaqir Vukën të kese, pa i ta kanë kënë figure që kanë kënë krytë parlamentit në dëndzime në ru. Detmir Bushati i kese, mund tjetë më shumë i kese, 4 vjetë minister i jashtët, në fundit nërë për Shkodër është më të burë. Edhe t'i kejmë u banë, e ai tjetëri, do më thanë, nësë është me gjujtë, Josefinën të ashti, a ka kenë më burë, a për i u tjetër se unë, në, do më thanë, raportet në Shkodër i kanë kënë qikë mua mësh se në ratë të tjera. Na kena toleru njën i tjetër, ndiku e kena ndimu njën i tjetër, dhe a gjithë një klim, ka pas gjithmonë klim tolerancë në Shkodër. Po, kja është Po mësë më tujti mu që sa privu, vajzë, kokër 10 mesatare. Ka kry matematiken me dy flim. Ty s'ka përme e thanë gjithë fjallë. Nuk është do kush do. Josefina ka kërë vajzë model ti. Po me gjitha të ka kanë bërë më gjatë kërës. Edhe, do më thanë, unë është një kontekst tjetër. A është një përfaqësuese. Ashtë i Lulzim Basha, i ka hik Edit Agjit, ishtë drejtori i shkollës, i ka hek bursën e studimit. Do më thanë, mirë, edhe Editi, edhe këtë. Po hek Josefini, që e ka kry shkollën masi ardhë demokracia, e ka kry fakultetin e pare, e ka kry me 2 fëmijë, ty marrë 10 në matematikë. Nese mund dalin një risë ku mund thohet për arrestimin e Bashë, mund të ketë emra tjetër të e listë. Dakor, normal. Basha ishte gati me qitë grupin puqist të ashti. Këtë pika është farë, kënë përshqipja është pikërisht që... Po pregatitet po populizmi. Përgjithësinë mbaj, por fajin e kanë... Po, kështu vëlliti. Ata që s'kanë bërë Kjo është një pjesë demokragjie, edhe kam unë faj, edhe unë nuk kam faj, po nesër do i pres, do i baj kurban ata që nuk u përfshin fushat, që unë si përfshin lista. Janë anë me dolis. Ata që në parlament asjeni dhe i luftën makullaj. Anë tjetër me dolis, zakonisht null, nëse analizojmë karakteristikat e liderët politik, liderët partijat, zakonisht null.
kur nëshën një lider politik nga një lider politik tjetër, ashtu ndodhi edhe në Partinë Socialiste, po ati një katarsis. Dhe katarsis nuk bëhet 3 ditë para zgjedhjeve. Domethënë, kjo ndodhi në Partinë Demokratike, që në minutat fundit u bë katarsis. Ajo është pazar sa katarsis. Mirë, pakten një farë mënyrë, domethënë, nëse mund ta çojmë, një pastrim, domethënë, masi kishte fillu fushata, ishte shumë e vënuar, shumë e pastrukturuar. Dhe nëse presupozohet apo pretendohet për një lider dhe një lider politik që pretendohet se inspiron, frymëzon elektorat, popull, simpatizant antar partijet, pretendohet për një konstruksionizëm, jo destruksionizëm brenda subjektit politik dhe brenda grupimeve politike. Kjo në fakt duket se në Partinë Demokratike gjatë kësaj fushate të paktën spikati dukshëm që ka ndikuar në rezultat. Atëherë, kemi mbritur, madje kemi të i kaluar minutat e emisionit tonë. Përpara se të falenderoj të ftuarit, do të t'i bëj një përmbledhje mesazheve të shumta që na kanë ardhur dhe përgjithsisht shikuesit tanë vlerësojnë si më ndikuesit, pra ato që kanë ndikuar më shumë tek rezultati kanë qenë listat, më pas në vend të dytë për nga numri mesazhe vinë liderit, ndërkohë që asnjë nuk ka për programet, pra asnjë nuk quan programet si një përsa i takon. Elektorati te Partia Demokratike ato me plot gojë mund thonë që listat janë shkaku kryesor, largimi i figurat vjetra shkaku kryesor, de facto humbë. Kjo është edhe arsye. Pra kemi mbritur në fund të emisionit tonë, do të doja të falenderoja të ftuarit tanë, zotin Dini, zotin Qiroka, zotin Hoti dhe Anilin me cilin kemi qenë në studio gjatë procesit zgjedhjeve dhe në pas. Ju falenderoj dhe ju të nderuar shikues. Ky ka qenë edhe emisioni fundit për këtë sezonit të najt. Bashkë natën e mirë dhe miropafshim. Faleminderit.